Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar motra dhe vëllezër, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Në këtë takim të kësaj radhe që kemi në këtë muaj të begat Ramazanit, ne menduam të ndalojmë te Kurani si një burim civilizimi, por për të parë dhe një koncept të rëndësishëm se si ky burim civilizimi ka ndikuar në formimin e shumë koncepteve të jetës njerëzore. Patjetër çdo lloj qytetërimi ka një background të kuptimeve, të botë kuptimeve të veta. Siç duket edhe Islami patjetër ka dhënë reflektimin e vet në histori dhe ka lënë gjurmët e veta në histori. Kur flasim për historinë islame, ka diçka që ne mund të shkputemi në kohra që kanë ikur shumë larg, madje u mendoj ne do kthehemi sot shumë afër nesh në qytetet tona dhe ndalojmë pak dhe ke Korça, si qytet pothuajse model se si ka reflektuar ky civilizim i besimit aty. Unë sot do të kem një mysafir të nderuar nga Korça, por megjithatë kemi edhe Bahar Kaçelin që do jemi bashkë Bahar për diskutuar dhe për të prezantuar dhe mysafirin. Siç e kemi thënë edhe në puntatën e parë, jemi dy zëra që interpretojmë jetën Fix. Unë do doja të shtoj që me neve nuk është se kemi thjesht një mysafir nga Korça, pra duhet ta theksojmë që është një ndërmësues të vlerësuar, ndër arsimtarë të vlerësuar, ndoshta ta ati qarku, jo vetëm në rreth. Pjesë unë po kontrolloj aty tek vlerësoj mësuesin online, kishte edhe komente për profesorin, dhe njëjtën kohë është publicist i afirmuar tashmë, pra në shumë mediume shkruan edhe shoqërohen me komentet e tij. Jo vetëm që e njeh mirë historinë e Korçës, po jeton me atë dertin, me atë hallin, se si t'ju transmetoj brezave dhe se si t'i ngrejmë edhe një herë shoqërinë tonë në ato vlera që të parët tonë kanë pas dhe i kanë trashëguar. Pra siç e nise. Atëherë me ne është profesor Nureddin Nazargo. Mirë se vjen Nureddin. Faleminderit që erdhe. Mirë se ju gjeta dhe ju falenderoj dhe unë për ftesën dhe është kënaqësi për mua domethënë që të prezantojmë në këtë diskutim të përbashkët, ku natyrisht do të përpiqemi që të shpalosim vlerat qoftë Kuranit si një burim qytetërimi të madh, por njëkohësisht edhe duke sjellë pjesëza të rëndësishme të historisë islame në hapësirën shqiptare, ku detyrimisht do të ndalemi edhe te Korça, patjetër. Si një nga qytetet e rëndësishme të Shqipërisë. Në historinë e profetit ku kam lexuar unë të paktën, kur ai shkel në Medinë, Medina mbarte emrin Yathrib, që thotë sira, që mbarte mbi emrin e një prej fiseve që ishin atje. Dhe me ardhmën e profetit e ndryshon dhe bën El Medinë e bën qytet. Dashje pa dashje, kjo ka një burim frymëzimi, pra ku njeriu e shikon botën shumë më gjerë se sa pikpamja e vet personale. Se duket ishte komplet ajo shkrirja e filozofisë kuranore, për ta kthyer për t'i vendosur të emër, ta vendosur qytet. Dhe për ta bërë qytetërim. Le të hedhim pak dritë ke Kurani si burim qytetërimi, pra po themi ne çfarë elementesh ka Kurani dhe çfarë dritë e hedh Kurani për të reflektuar një qytetërim pak më të gjerë. Nëse do të kthehemi pak tek historia e profetit Muhammed alayhisalam, do të shohim që përpara se ai të merrte Kuranin, siç edhe dihet, ai tërhiqej shpesh dhe meditonte në shpellën e Hiras në rrethinat e Mekës, ku mund të qëndronte edhe me ditë të tëra duke medituar. Por që nga momenti që atij vjen Kurani, pra shpallja e Kuranit, ai qëndron në qytet. Pra qëndron tek shpellë për të bërë në versionin e një asketi ose të një eremiti tradicional, domethënë. Dhe kthehej dhe qëndron në qytet. Pra gjithë veprimtaria e tij, domethënë, jo vetëm fetare, por njëkohësisht edhe shtetbërëse, zhvillohet brenda qytetit. Pra rrethanat historike natyrisht nuk janë të thjeshta, madje janë shpesh të vështira dhe është dashur të kaloj sfida të mëdha, por gjithsesi nuk hoqi dorë. Pra që të dorëzoj në një moment dhe thoshte kaq ishte dhe po kthehem më mirë. Po kthehem sërish tek shpella. Aty ku isha, dhe në qetësinë time, në rehatin time dhe po e praktikoj këtë gjë. Përkundrazi, domethënë, misioni i tij vazhdoi dhe nga Meka vazhdoi edhe në Medinë dhe gjithë mësimet, domethënë, të Kuranit përmblidhen në atë që ne tash e dim, jo vetëm ne, po e dim pothuajse të gjithë
që fjala e parë cila i erdhi pra si shpallje nga Zoti ishte lexo. Pra në kuptimin jo thjesht për të lexuar një libër ose një shkrim caktuar. Një kuptim hulumtimi, në kuptimin të studimit, të hulumtimit, të vëzhgimit, të natyrës, të njerëzve, të botës gjallë, pra të gjithë shkaj që rrethon njeriu në fundit, se jeta njerëzore zhvillohet brenda hapësirës dhe kohës në cilën ai jeton. Dhe çdo gjë tjetër që rrethon njeriu është e nevojshme të zbulohet. Siç edhe janë bërë përpjekje prej mira vjetësh, pra jo se do të pasur parasysh mendoj një gjë që jo se përpara zbritjes Kuranit bota ishte tërësisht në errësirë, sepse bota ka njohur dhe qytetrime të tjera të mëdha. Ekzistonin polet. Po ç'është krishterimi e hebrejizmi me radhë që edhe Zoti i dokumenton Kur'anin. Edhe që nga qytetrimi Mesopotamis, për shembull që një të paktën deri më sot si qytetrimi më i vjetër, domethënë historik, i dokumentuar, qytetrimi i vjetër indian, kinez, egjiptian, pra ka pas qytetrime. Pra nuk është se ishte s'ka pas fare zhvillim. Por tek arabët ishte tjetër gjë, sepse ajo çfarë dihet, arabët kryesisht para islamit janë marrë me poezi. Pra si drejtimi i tyre. Pra nuk është se kanë pas ndonjë del shkencëtari ose hulumtuesi në fusha të ndryshme të qytetrimit, edhe për shkak të terrenit të izoluar, domethënë rrethuar me shkretë të tij dhe me malet. Dhe me kontakte shumë të pakta me këto qytetrimet e vjetra të zonës tyre, domethënë të Egjiptit apo të Mesopotamis nga krahu tjetër. Dhe rrjedhimisht apo me qytetrimin romak, domethënë që ishte prezent në lindjen e mesme, se ka qenë prezent përderisa Palestina, Siria, ka dhe perandor romak me origjinë arabe. Filipi romak, arabe. Kanë qenë provincat të perandorisë romake, pra do thotë që aty ka pas zhvillim të qytetrimit, por për arabët e gatishmit arabik, këto kanë qenë zona të paprekura ose të pa eksploruara në mënyrë tërësore. Ishin ato oazat që ndikoheshin nga jashtë. Pra bënin tjetër në vetë. Kishin atje natyrë të izoluar brenda kufive të shkretërisë dhe kaq. Dhe kur erdhi Kurani me fjalën, domethënë me këtë lexo dhe normalisht duke shtuar edhe gjithë virtytet e tjera më pas pa diskutim, atëherë këtu diçka ndryshoi në botën e brendshme shpirtërore të arabëve, domethënë. Dhe rrjedhimisht duke u kthyer në një organizim social për te anës individuale, kuptohet, ku dhe individet kishin atë vendin e vet, por duke u kthyer edhe në një organizim shoqëror, sepse arabët e gatishmit arabik u bashkuan dhe u unifikuan në emrin e Islamit. U bën kompakt, shoqëri kompakt. U bën kompakte, nuk po themi që të gjithë e kishin kuptuar Islamin në mënyrën e dur ose në nivelet të larta. Unitetin e kishin kuptuar. Ama domethënë në bashkimin e patën. Dhe nga ky moment, domethënë dëshira për të vendosur ose për ta çuar fjalën e Zotit, atë besimin monoteist dhe për ta çuar më tej kufive të gatishmit arabik, i bëri që të kenë, domethënë, të bien në kontakt edhe me qytetrimet e tjera. Pra qoftë me qytetrimin e vjetër egjiptian, duke bërë pastaj, domethënë, Egjiptin provincë të tyre, duke rënë në kontakt me qytetrimin bizantin, që asaj kohe kishte pra qoftë Egjiptin, Sirinë, Palestinën, sepse me rënien e perandorisë romake këto kaluan në administrimin e perandorisë bizantine ose perandorisë romake të lindjes, se dhe bizantinët romake. Pavarësisht se ne na duket sikur janë dy të ndryshëm, po Roma e re, po. Në esencë Kurani kështu ashtu i konsideron. Pra i konsideron romakët, pra për bizantët flet, nuk është flet për Romën e Perëndimit. Pikërisht, domethënë ata trashëgimi romake kishin në kulturë, në frymë, në ligj, në besim me radhë. Dhe duke rënë kontakt edhe me këto qytetrime, pra për shkak të zgjerimeve territoriale që erdhën mbasi u formua dhe kalifati si institucioni shtetërore, domethënë, e mirëfill, ranë kontakte me këto qytetrime. Dhe këtu normalisht që nis një epokë e re pastaj e zhvillimeve në pjesën e kulturës dhe qytetrimit. Por për sa i takon qytetrimit islam, tani këtu siç e dim ka dhe diskutime pastaj se disa do të ndaloj ke gjë ke kjo çështja e përfshirë dhe civilizime të tjera. Cila ishte sjellja, ose më saktë, një nga natyrat e qytetrimit islam, doktrinës së vet. Unë mendoj që ka në thelbin vet nuk ka teorinë përjashtuese, po ka të përfshirëse.
Për shembull, po të shikojmë në Kur'anin pak më vëmendje, i ka përmendur të gjithë civilizimet e tjera, qofshin të rrymës së besimit, pra të profetëve, po dhe atyre që janë. Pa ke Adin, e ke Themudin, e ke Merra, ke popujt të tjerë të cilët janë në këtë filozofi, andikoj që ky qytetërim i ri që erdhi të ketë hapësirë dhe për përfshirjen e qytetërimeve tjera. Pra, sepse po të shikojmë pikpamje laike moderne, mendoj unë, kjo është e imja, ka natyrën përjashtuese të civilizimeve. Unë e gjykoj që ka ose të atë që quhet shkrirë civilizime derisa t'i përshtaten një të huajzim civilizimit. Ndërsa civilizimi islam nuhas, që ka pas hapësirë për t'i përfshirë të tjerët, shikoj në arkitekturë, në mënyrën se si i ka marrë të tjerët, në mënyrën se si i ka përmendur profetët dhe me radhë. A është një aspekt i civilizimit islam, pra edhe përfshirja, edhe shkrirja e civilizimit tjera, apo ka filozofinë dhe islami që vetëm është e jona dhe tjerët janë dominant, ne sondojmë çdo gjë. Nga mënyra si kanë rrjedhur ngjarjet historike dhe zhvillimet, qofshin këto politike, ekonomike, sociale, shkencore, konstatimi juaj është i drejtë. Pra, qytetërimi islam nuk ka frymë përjashtuese. As frymë mbi vendosje. Domethënë që këta do të jenë Ky është rrezimin e vet. Këta do të jenë të nënshtruar dhe ne do të jemi ata që, si më thënë, do t'i përdorim ose do t'i nënshtrojmë të gjithë. Mendoj që qytetërimi islam kuptohet dhe kjo vjen dhe sepse bazamenti dhe themeli është Kurani. Pikërisht pra, se kjo është filozofia. Dhe aty nuk ka domethënë përjashtim, por ka një respektim të arritjeve dhe të trashëgimisë së qytetërimeve të tjera dhe të komuniteteve të tjera, qofshin këto fetare apo racore. Pra nuk është se përbën dallim kjo pjesë. Dhe organizimi i çdo komuniteti është ruajtur dhe është respektuar me rregullat përkatëse të atij komuniteti. Pra, nëse ka pas një komunitet hebraik, ai ka funksionuar mbi bazën e rregullave të veta. Për çështjet e tyre janë gjykuar në bazë të librit të tyre. Brenda komunitetit të tyre ata janë gjykuar me traditën e vet. Po kështu dhe me të gjithë me të krishterët apo edhe me grupe qofshin këta dhe idhujtarësh për shembull. Është interesant, Aliu radiallahu në kohën e khilafetit vet, të mexhusët, pra popullsinë e Iranit, ju ka dhënë dispozitën e ehlul kitabit. Pra nuk është si ka gjykuar me, pra nëse do të dalin tek elementi social, për t'ju lehtësu muamelen, pra bashkëjetesën me ta, i ka rrit i ka kaluar në një status tjetër social, se të ndërpreva. Jo, s'ka as pak problem, por që domethënë kam bashkëtuar me të gjitha komunitetet dhe në çdo qytet të madh ose në çdo qendër të madhe shkencore islame, qoftë për shembull Kairo, qoftë Bagdadi, qoftë Damasku, qoftë Kordova, qoftë Samarkandi dikur, se sot është domethënë nuk ka tjetër transformim vërtet. Por dikur, pra të gjitha këto kanë qenë qendra të mëdha të zhvillimit shkencor dhe të gjitha kanë pas bashkëtesë të komuniteteve të ndryshme fetare. Pra në pikpamjen e ekonomisë, të kulturës, po qoftë edhe të përfshirjes në poste publike, sepse ndoshta ne edhe për shkak mbas edhe të mungesës së literaturës në shqip, shkruar ideja që okej, në rregull, ta ishin përfshirë këtu, po postet politike dhe fuqinë politike e kishin vetëm muslimanët. Ndërkohë që këtu kam pas, domthon posti i kalifit, kuptohet që ka qenë i muslimanëve, si autoritet i lart fetar dhe politik i kësaj forme qeverisje, kurse në postet e tjera kanë qenë edhe pjesëtar të komuniteteve të tjera fetare, sepse janë shmuar si mazotësisë. Dinastia Emejuite pra gjuha bizantine, pra greqishtja, ka qenë gjuha zyrtare deri në kohën e Abdul Melikut, Abdul Melik bin Marwan. Pra gati 100 vite, domethënë prej nga koha kur ka qenë Muavija, në kohën e Omerit, vali i Damaskut, deri në kohën e Abdul Melikut. Pra imagjino gati 100 vite, divani që i quhet ajo, gjuha zyrtare ka qenë në greqisht. Në punësit kanë qenë në punësit e Bizant, për bile Benu Sarraj një prej aty një familje, pra që ka qenë këtu një lloj dinastie, pra ai posti i sekretarit khalifit, që ishte ortodoks, ishte grek në origjinë. Pra kjo tregon që Islami domethënë nuk është përjashtues.
Pra, këta kanë qenë madje kalifët për shembull shpesh kanë pas dhe mik me origjinë për shembull hebraike apo që kanë qenë të krishterë, domethënë i kanë pas mik të tyre personal. Pra, nuk është pak. Kjo është një domethënë tregon një besim të madh tek ai individ që ai ka zgjedhur të jetë mjeku i tij personal. Patjetër. Kërkoni lloj besueshmërie, është vërtet. Interesant, sepse nuk mund të zgjidhesh çdo kënd. Të kthehemi pak tek pjesa e parë, që përmendet ti që po të shohësh Jethribi me vajtjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kalohet në emërtohet Medinë, nuk quhet më Jethrib. Pavarësisht se i ndryshohet edhe statusi i njerëzve, shoqërisë, pra merr dimension tjetër. Edhe sahabët, me që përmendëm shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pavarësisht se vinin nga një ambient, po themi që në krahasim me dy kulturat e asaj kohe që dominonin persët dhe bizanti, pra e shihnin veten minor ka tyre, pra nuk pat të në kompleks inferioriteti kur përballen me ta. Pra një transformim mendor të jashtëzakonshëm që ju ndodhi. Po të shohësh mas vdekjes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Medinë janë shumë pak sahabe ato që qëndrojnë. Biles ka një mendim tek dietarët e sirës që thotë që janë vetëm ato sahabe që Omeri ju ndaloi të largohen. Të largoheshin për arsye të afërsisë që i donte. Mirë, po nëse do t'i kthehemi Kuranit, thotë që dy kanë qenë ajetet kuranore që i kanë nxit sahabët që të largohen nga Medina. E para ka qenë ajeti kuranor fasiru fil ardi fanzuru, pra shpërndahonin për tokë, ecnin tokë dhe shihnin. Vëzhgonin. Pra vëzhgonin mrekullimin e krijimit të gjitha, edhe tjetra hadithi profetit Muhammed bellighu anni walau aya. Transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet. Pra këto e kanë pasi përgjegjësi këta. Edhe të gjithë kanë dalë mund ta kryen këtë detyrë. Po të shohësh, janë shumë ajete kuranore që shërbejnë si element të, po themi, të ngritjes një lloj civilizimi dhe një lloj ndryshimi qytetërimor që ekzistonte në atë kohë. Ne themi që Kurani është themeli, pra i ngritjes një qytetërimi, një lloj civilizimi, po do të shohim nëse do ta studiojmë do ndalim tek qytetërimi islam, do shohim që është më shumë shpirtëror se sa material. Pra jepet tashmë ka dimension tjetër higjiena, ka dimension tjetër dituria, etika patjetër. Pra ka dimension tjetër morali, pra shohim në tregti e gjitha, pra qytetërimi kalon në nivel që nuk ekzistonte, po themi deri në atë kohë. Edhe ndalim edhe tek e fundit që u diskutu për këtë përfshirje e qytetërimeve të tjera. Po të shohësh me linjën e qytetërimit të ri ose me mi vendosin siç e përmendi profesori, shohim që shuhet ajo që ose ngelen rrënjët aty që ishte. Ngelen disa vatra të vogla. Ndërsa me qytetërimin islam shohim që kemi një element centrifug. Pra që i përfshin të gjithë këto dhe i ngren në pjedestalet akoma më të larta. Përmendi disa qytete, profesori, dhe që janë me vlerë, patjetër. Po të shohim janë të gjitha qytetet që janë ndërtuar për Kairo, pra Zanafilla, pra dalim tek ajo për vlera shpirtërore që Islami i dha pa si element qytetërim formues. Kairo, Zanafilla e qytetit fustat, pra i vjetër përpara Kairos, pra Zanafilla e Kairos është çadra e Amr ibn al-As, që valia saj kohë. Prandaj edhe quhet fustat, se fustat i thon çadrës ushtarake. Edhe shkak është që gjatë kohës që ai fushoi aty, një prej shpendëve të zonës, thotë një plumb, kishte ndërtuar folenë dhe kishte lëshuar vezët mbi çadrën e emirit. Dhe kur ngrihet kampi, shërbëtorët i thonë që shif se kemi një kështu. E thotë mos e prishni çadrën. Pra imagjino, gjithë ai komandant ushtrie, pa imagjino gjitha të fushat që ai kishte, e lën çadrën e tij për të mos i prish çerdhen, folen, një shpendi. Edhe duke parë fizet e zonës që çadra e mirit nuk është shkul, pra ato mendonin se ai do të kthehet. Edhe filluan të vendosen rreth saj. Pra dhe lindi një qytet me emrin Fustat. Pra si element, edhe po të hym gjithë qyteteve themeluar në periudhën islame, të shohim që është element ose uji, ose çadra e një dietari, me shembulli i Kairavanit, për shembull qytetit Kairavanit, janë dietarët ato që kanë themeluar. Janë gjithë këto elemente vlera shpirtërore më shumë se sa vlera materiale. Një ndër aspektet që është edhe interesant është kjo koncepti edhe i vakëfit. Po ta shikosh si e kanë ndërtuar një pjesë civilizimit tonë që pothuajse është unik në një farë forme, mënyra si ne e bëjmë, se çdo qytetërim me background hynor, kuptimi që ka një sens fetar, e kanë lënien e një pjesës të pasurisë.
Por në pikpamjen islame më ka bërë përshtypje, ose ju e njihni më mirë patjetër, që xhamiat janë qendër të qytetit. Pra, si thua është tamam, ky Ismail Faruka kam lexuar unë që siç është zemra thotë mes trupit, në filozofinë islame të doktrinës, të frymëzimit fetar, xhamia është në zemër të qytetit, sepse kjo është lidhja thonë ai. Nuk është se janë xhamiat për shembull nëpër male thella ose nëpër lugina që mos kemi punë me njerëzit, mund të jetë një objekt të jetë mistik, adhurimi mos na shqetësojnë këto zhurmë të qytetit, por kundrazi ne kemi një pikpamje tjetër në midis të vendit. Si lidhet kjo me natyrën e qytetërimit që nxit edhe vetë Islami? Behari e preku pak të çështjen domethënë mes shpirtërorës dhe materiales. Edhe mirë është që ta rikthejmë pak atë diskutimin që e përmend edhe Ali Izetbegović tek Islami në Mjetlindjes dhe Perëndimit, që bën një dallim kultura dhe civilizimi. Pra dhe kuptimin e këtyre koncepteve dhe bashkëveprimin e tyre. Sepse ne për shembull duke ju referuar termit qytetërim, megjithëse ajo varet dhe nga studiosët dhe nga formimi i tyre. Po përgjithsisht qytetërimin e shikojmë si organizimin më të lartë që ka arritur një shoqëri e caktuar. Dhe kulturën e shohim si derivat të këtij qytetërimi. Ndërsa forcën e qytetërimit e shikojmë tek pjesa e zhvillimit material, pra të fuqisë ekonomike, të urbanizimit, domethënë të arkitekturës, objekteve të ndërtuara, domethënë ose luksin e objekteve të trashëguara nga periudha të caktuara historike me radhë. Dhe mendojmë pastaj që ky lloj zhvillimi ka prodhuar dhe pjesën e kulturës. Ndërkohë që në Islam është ndryshe. Besoj. Pra, duke ju referuar edhe këtij shpjegimi domethënë që bëhet një dallim mes qytetërimit dhe kulturës. Pra, qytetërimi është dimensioni material i zhvillimit të një shoqërie. Ose thënë ndryshe është zgjatim i plotësimit të nevojave biologjike të njeriut. Siç është njeriu dualist, pra trup dhe shpirt, edhe te pjesa e zhvillimeve shoqërore kemi qytetërim dhe kulturë. Ndërkohë që qytetërimi përfaqëson domethënë zgjatimin e aspektit biologjik, po themi të njeriut ose material. Zgjatimi shqisëm. Po. Ndërsa pra, si më thën, ti kënaqet syri me ato që shikon, me ato që ka rreth rrotull, dhe ndërkohë që kultura është përpjekja e njeriut për të përsosur botën shpirtërore. Sepse edhe vetë fjala kulturë, domethënë si term që vjen nga latinishtja dhe që ne e përdorim sot, pra kultus, pavarësisht se ajo lidhet me kultivim. Pra, një sër kuptimesh që i ka si term është kultivim, nderim, adhurim. Pra që do të thotë se i referohen aktiviteteve që lidhen me aspektin shpirtëror të njeriut. Sepse kultivimi nuk kupton jo thjesht mbjelljen, për shkak qoftë edhe mbjelljen, po ta marrim si proces në bujqësi, nuk kupton dashuri dhe përkujdesje. Pra nuk mund të kultivosh tokën pa e dashur atë dhe pa u përkujdesur për të. Pa tregu përkujdesje. Kështu që edhe kultura do të thotë është i përmbledh të gjitha këto lloje kuptimesh. Pra çfarë nuk kupton dhe ne sot me kulturë nuk pavarësisht se mund të themi kulturë shpirtërore dhe kulturë materiale, në këtë aspekt, por gjithsesi ne përgjithsisht më shumë kur themi kulturë i referohemi anës shpirtërore të njeriu. Dhe në Islam ishte pikërisht ky dimension shpirtëror ose kjo përmas shpirtërore që u fuqizua nga besimi Islam, i cili dha më tej frytet e tij në zhvillimin e këtij qytetërimi. Pra nuk është se erdhi një herë qytetërimi, pastaj formoi dhe pastaj formoi një kulturë të caktuar. Por fillimisht ishte ky kultivim shpirtëror, ky pastrim shpirtëror nga idhujtaria, kthimi te monoteizmi, edukimi me virtyte, pra dashuria për të mirën, për të drejtën, dashuria për jo vetëm për ata që, si më thënë, besojnë, po edhe për të mirën e përgjithshme të shoqërisë. Sepse, siç e tham dhe përmendëm që pjesa më mbrapa, domethënë historisë islame, nuk është tregues vetëm i pasurimit dhe zhvillimit vetëm të elementit musliman, por është domethënë kontribut i gjithë atyre që jetonin dhe ndanin jetën e përbashkët në bashkësi ose në komunitet. Kështu që në këtë aspekt kultura është pararendësja e
qytetërimit. Pra, dhe ky qytetërim, për të dalë dhe ke institucioni i vakëfit, do më thënë është, ose i vakfit, po e themi në gjuhën shqiptarizuar, vakëf, dakord, është pikërisht produkt i dimensionit shpirtëror, pra jo thjesht i fuqisë materiale. Sepse kemi dhe sot, sa dush njerëz që janë filantropë. Vërtet. Jo, normalisht filantrop, po siç kemi edhe shembuj të tjerë që mund të jenë miliarder dhe nuk durojnë as pak nga pasuria e tyre. Filantropia sot është një lloj marketimi që i bën vetes ti, nuk është se shpreson tek shpirtërorja. Po, nga qëllimi, pastaj ajo është çështje. Po, qëllimi i tij domethënë. Kurse pra institucioni i vakfit apo i vakëfit lidhet pikërisht me këtë element shpirtëror. Pra ky njeri gjen forcën që të mposht vetveten për t'i dhuruar një pjesë të pasurisë së tij shërbimit ndaj komunitetit. Ndaj njerëz, drejt. Pra, se nëse do ishte për interesin e tij personal, ai në rregull ishte, s'kishte pse ta dhuronte. Ose pse ta linte domethënë me testament, sepse vakëfi nuk është se është testament personal. E vërtet. Për t'ia lënë domethënë trashëgimi pasardhësve këtë punë. Pra ai është në shërbim të komunitetit. Dhe kjo tregon forcë shpirtërore mendoj tek njeriu. Sepse është normalisht që të marrësh është më lehtë se sa të japësh. Pra kur njeriu jep, tregon që e ka, si më thënë, e zotron. Ka një cilësi mbi veten tani. Po, e zotron vetveten, po atë egon e vet. Kur në momentin që jep, prandaj dhe siç është dhe porosia kuranore, që nuk do ta arrini besimin e plot përderisa nuk jepni atë që është më vështirë dhe më dashur për ju. Pra ja ku dalim sërish te një frymëzim tjetër, po them kuranor për të dhënë, për të dhuruar. Sepse për ndryshe, domethënë gjërat që s'na hyn në punë, pothuajse të gjithë japin. Po. Kur vjen puna për të dhënë më të shtrenjtë, nga ajo që është pasuria, domethënë që sot fatkeqësisht njerëzit ndahen, përçahen me njëri tjetrin, splasin, kanë inate, hasmërira, vriten, sakatohen për prona, e kupton? Qytetërimi islam zhvillon papritur një dimension tjetër. Domethënë që sepse dhe gjithmonë, jo vetëm islami, por edhe besimet e tjera, qofshin këto dhe politeiste, e kanë lidhur këtë pjesë me jetën mas vdekjes. Kjo është ajo që, si më thon, frymëzimi që e bën njeriu të mendojë ndryshe. Se nëse do jemi siç është qytetërimi modern, që mendojmë sot për sot mbyllet aty. Kështu domethënë çdo gjë mbyllet vërtet. Atëherë edhe njeriu thotë tjetërsohet. Siç edhe janë tjetërsuar në një mas të mirë domethënë. Por ky institucion është pikërisht i lidhur me dimensionin shpirtëror. Pra jo thjesht sepse un kam pasuri dhe do jap. Jo. Është sepse ai e shikon në një perspektivë më të largët dhe me atë që lidhet dhe me jetën mas vdekjes ose me shpërblimin që ai pret tek Zoti. Prandaj edhe institucioni i vakëfit është vërtet interesant sepse është për të mirën e përgjithshëm. Edhe sot, qytetërimi modern, pavarësisht se është laik dhe përpiqet që si më thënë, të jap shumë më tepër peshë dimensionit ose përmasës materiale të njeriut, prapë disa elementi ka trashëguar nga doktrina nuk është pastruar të terrenit ku ai është zhvilluar. Dhe në vend të asaj që ne e quajmë dhurim, për shembull, ose zakat apo sadaka apo qoftë edhe vakëf, ata kanë futur konceptin shteti mirëqenie sociale. Pra kanë gjetë, domethënë, taksim, mënyra domethënë të taksimit. Por në fund këtu shkojnë, domethënë e mira e përgjithshme. Tek xhamia, me që jemi te xhamia, që më ka bërë përshtypje që kam lexuar dikur, po të shohësh në aspektin fizik, xhamia e Profetit Muhammed është një rrethim katror që bëhet në fillim kur shkon, pra nuk ka pas tavan. Një pjesë e saj ka qenë mbuluar me këto palma, dek palma, vetëm për të bërë hije nga dielli, domethënë është shumë e thjeshtë. Bilet po të shohësh kur sahabët i thanë Profetit Muhammed ta ndërtojmë, do t'i bëjmë kube, ta lajmë me ar, në kuptimin që Profeti sallallahu alajhi wasallam preferoi gurin edhe qerpiçin. Pra kjo dominimi mbi materialen, domethënë që zgjodhi Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Kur sahabët, pra mas vdekjes Profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam u përhapën, dolën në lindjen e mesme, kryesisht në Siri, pra që ishte trashëguar në forma më e lartë e civilizimit romak, nëse do t'i shohim që xhamia me ujite në Damask merr dimension tjetër. Edhe te kjo desha ndalë, që kam lexuar është që këtu thot është trashëgim ajo përfshirja më e mirë e forumit romak në xhamitë e qytetërimit islam. Dhe më është duk shumë kështu. Ne tashmë dihet, i njohim forumet romake kanë qenë hapësira shumë mëdha,
pra ku kishin atë këndin për që ushtrohesh veprimtaria politike, administrative e qytetit dhe marketi, pra të kubosh tregtia dhe jeta sociale e njerëzve. Muslimanët e morën këtë, pra forumin romak, i shtuan edhe vendin e adhurimit. Pra dhe po të shofish, xhamia Meuhida është një hapësirë e rrethuar, e mbuluar me disa kolona dhe një pjesë më e madhe që është e mbuluar me kupol. Pra kjo është i dedikuar mësimdhënies, xhami, vend adhurimi. Pjesa tjetër ushtrohesh në gjitha llojet aktiviteteve sociale, siç ishin trashëguar, domethënë nga ai qytetërim që ato gjeten në këtë vend. Po të shohësh domethënë në botën perse, xhamiat përveç kësaj oborrit përbashkët kanë ambiente shtesë, anekse të tjera që kanë të bashkangjitura, domethënë nëse do të hyjmë kësaj të shohim se si kanë përfshirë gjithë elementet e qytetërimit të tjera në diçka të re që solli Islami. Profesor Nureddin, tash ka një gjë që unë duhet ta hedh si ide kritike dhe bisedë. Në diskursin e ligjërimit publik fetar, unë si hoxh kam nuhatur që ka një shkputje mes kësaj që jemi ne tani dhe rrënjeve që ne kemi kaluar për të sjellë background e civilizimit islam. Çka kam qëllim? Të gjitha shembujt në përgjithësi diskursit ligjërimit, edhe modeleve, janë vetëm të asaj epoke që është epoka, po themi ne, të civilizimit islam dhe nuk zbret poshtë. Pra merren shembuj vetëm sahabët, nuk është se jemi kundër që mos merren shembuj, por nuk zbret gjë më poshtë, nuk është se më vjen pra të më lidh diçka me që është edhe kjo që ka në rrugicat e vendit tonë. E duket sikur Shqipëria ka qenë një vend, ose ne këtu ku kemi ecur, ka qenë një vend i cili ka pas një islam që ka kaluar, po kaq. Historia na dërgon prap në një trashëgimi që ndoshta për vendaliun tonë këtu, i duket me të drejtë pak e largët, pak utopike, imagjinare, dhe i duket drejti ku e pabesueshme që një njeri mund të leka një pronë kaq të madhe, pasuri për njerëzit, mund ta kenë lënë ato arabët atje dhe në rregull. Nuk e di e ke dhe të njëjtën gjë, por dhe ta sjellim dhe në vëmendje që ka një zbehje të tillë. Më duket që mungojnë disa hallka që të lidhen të këtij diskursi, dhe e dyta, kemi dëshirë të ndalojmë ke një model i mirë fillt, mendoj që është Korça. Qyteti vakaf, që u themelua pikërisht në hijen e këtij doktrine. Pra që shqiptarët tonë, edhe këto që janë besimtarë që na dëgjojnë, edhe të tjerë, këtu është modeli, e kemi këtu, nuk është shumë i largët, pra nuk është, jam dakord me xhamia me vite me radha është pesh, nuk e diskutojmë. Po ka dhe është larg nesh, se dikush do vënë në rregull, në Damask atje mund të kenë qenë besimtarë të mëdhenj, ku e dim, ne këtu në Shqipëri s'bën vaki. Ose i përshtatet atij vendi. Po si i përshtatet atyre, ku e di unë. Po ja ku kemi këtu, pra, kemi një model të prekshëm këtu. Ndryshimia është me vend, sepse ç'është e vërteta, ne shpesh i referohemi ngjarjeve të mëdha, të cilat kuptohet kanë bërë jehonë, jo në të gjithë botën, dhe i referohen dhe studios të tjerë të cilët janë marrë me këto aspekte. Dhe pa diskutim, se kur vjen puna të qytetet që ne përmendëm, trashëgimia e tyre shkencore, kontributi i tyre, ajo ka ngjallë dhe interesin edhe të një pjesë të mirë të orientalistëve, të cilët kanë qenë, sepse ka dhe orientalistë që kanë punuar për ta shtrembëruar kuptimin e mësimeve të islamit, siç ka përmendur për shembull Eduard Said, qoftë tek libri i orientalizmit apo te libri tjetër shtrembërimi, domethënë i islamit. Po ka dhe orientalistë të cilët janë treguar objektiv dhe kanë bërë një studim mirë fillt. Kanë dashur të kuptojnë deri ku shkon roli i islamit në hapësirën evropiane, fjala vjen, ose në rilindjen evropiane. Dhe natyrisht që kanë meritën e tyre, domethënë edhe sikur mos kanë bërë ndonjë vepër monumentale, se zakonisht ne presim të bëhen kështu vepra monumentale të mëdha, domethënë që përmbysin fatet e botës ato. Por gjithsesi kanë çelë një rrugë, kanë hap një shteg të ri, domethënë të vlerësimit të ngjarjeve historike që kanë ndodhur. Kështu që kjo ndodh edhe në hapësirën shqiptare ose në territorin e Shqipërisë. Pra, ne i referohemi këtyre qendrave të mëdha, domethënë për dhënë atë historinë e lavdishme, po themi, të së kaluarës ose të produktit të islamit, të qytetërimit islam, dhe ndërkohë domethënë pjesën e zhvillimeve rajonale ne i sfumojmë ose i harrojmë. Zbehen ato. Pra, i zbehim në maksimum.
duke harruar që edhe këtu ka një ecuri historike të përhapjes, pra të ardhjes dhe përhapjes së fesë islame. Sepse dhe ardhja, domethënë, në Ballkan e islamit apo dhe në pjesën e Europës nuk është se vetëm një diçka që lidhet me masivitetin. Pra, gjurmë islame gjendet pothuajse në të gjithë Evropën perëndimore. Masandaj mund të jenë zhvilluar, mund të jenë zgjeruar, kanë humbur, kjo është një histori tjetër, po gjurma e prezencës tyre ka qenë. Qose ne përmendëm për shembull tazëm Kordovën si simbol të zhvillimit të Andaluzisë, po ka simbolësh dhe Sicilia, Italia e Jugut. Palermo. Që ne pothuajse ndonjëherë, jo pothuajse, po as e përmendim fare. Ndërkohë që është trashëgimia e fortë islame aty. Po kështu edhe në territorin shqiptar. Pra, ne nuk duhet ta shikojmë veten të lidhur vetëm me botën e jashtme. Dhe suksesin e qytetërimit islam, ne ta shohim vetëm si një sukses të jashtëm, që ka ndodhur diku larg, qartë. Ajo që ju thatë, domethënë edhe ndërkohë që këtu brenda vendit ne i kemi shembuj të konkret të reflektuar këtë lloj filozofie. Domethënë, të cilët kanë dhënë edhe ndihmësinë e tyre në zhvillimin e jetës kulturore dhe urbane të vendit. Për të ndalur më konkretisht tek ajo që ju përmendët, tek qyteti i Korçës dhe tek vakëfi i Ilyas Bej Mirahorit. Natyrisht që dhe historia e islamit në Shqipëri, për shembull dëgjuesit mund të referohen edhe botimeve të Ali Bashës, i cili ka bërë një hulumtim goxha të vlefshëm në lidhje me që nga gjurmët e para të islamit këtu, domethënë dhe të periudhës para osmane, që mund të jenë gjurmë të prezencës së tregtarëve muslimanë që kanë lëvizur në hapësirën e perandorisë bizantine, dhe me periudhën osmane dhe normalisht deri për të mbritur në këtë strukturë që kemi sot. Po kështu është edhe një hulumtim tjetër shumë interesant, që ndoshta edhe pjesa e hoxhallarëve mundet që mos e kenë në vëmendjen e tyre një pjesë, nuk po them të gjithë, se përgjithësimi është gjithmonë gabim, është i gabuar të bëjmë përgjithësime. Është botimi i historianit nga Kosova Hasan Kaleshi mbi Vakëf Namet në territorin e ish Jugosllavisë. Pra Vakëf Namet në gjuhën arabe në territorin e Jugosllavisë, që është i përkthyer dhe në shqip, sa e ka shkruar më duket në serbokroatisht atë. Po. Dhe është përkthyer në shqip, domethënë nga Bashkësia Islame e Kosovës, për këtë pjesë ku jep atë që ndoshta ne na mungon, të paktën në djenin time, ndoshta dhe mund të ketë diçka, po na mungon një botim i mirëfilltë mbi Vakëf Namet e Shqipërisë, në Republikën e Shqipërisë. Sepse ka një diferencë, mendoj, kur themi pra troje shqiptare dhe Shqipëria, sepse po themi troje shqiptare, kuptohet është ajo që ne kemi pas para 1913-s, ose hapësira shqiptare, pra ku përfshiheshin territoret e ish 4 vilajeteve. Apo jo. Dhe kur themi pastaj në territorin e Shqipërisë, do thotë që referohemi kësaj Shqipërisë që njihet ndërkombëtarisht. Që është dhe sot. Si shtet, apo i pavarur. Kështu që ndoshta ne na mungon një botim i tillë. Dhe kjo besoj që duhet të jetë në konsiderata atyre që njohin gjuhën arabe osmane, që të bën një hulumtim, një përpjekje duke ndjek modelin e profesor Hasan Kaleshit. Do të theksohet se shumica e vakëfeve janë të humbura këtu tek ne. Ato që kanë mbetë të paktën, ato që do të paktën përmendën. Ato që kanë mbetë. Një tabelë që këtu ka qenë dikur një vakëf. Ka një punim mirë në lidhje me vakëfet. Te Instituti i Historisë. Ka një punim shumë mirë, ka përpjekje edhe këtu tek ne. Normalisht ato nga që s'kan pas shkëputje në periudhën e komunizmit dhe kanë një lloj vazhdimësie. Po ai përmend, jo s'ka problem. Ai përmend domethënë ato që kanë një ruajtje, për një ruajtur ato Vakëf Namet origjinale. Pra, ndërkohë që ne për shembull tazëm kemi Vakëf Namet në Ilyas Bej Mirahorit, në hapësirën shqiptare, kjo është për Shqipërinë, po në hapësirën shqiptare kemi Vakëf Namet që janë akoma më herët se sa domethënë në territorin e Shqipërisë. Megjithatë, ajo që është esenciale dhe vlefshme është cili është pra ai koncepti që kemi në lidhje me Vakëfin në Shqipëri, dhe vlera dhe roli i tij domethënë në
zhvillimet e mëpasme të asaj qendre që ka marrë statusin e vakëfit. Tani, populli shqiptar ne dim pak a shumë që vakëf cilëson një vend ku mos e prek, mos e ofro. Përgjithsisht të shenjtë, domethënë, i cili dhe i frikson disi, do shkojnë do t'i bëjnë të keqja ose do të marrin diçka, se s'po them vjedhin, po s'ka dhe që vjedhin xhanën, po që po e lëm në mendimin e mirë që mund të marrë diçka. Me marrë diçka aty, domethënë, ose diçka që lidhet me pronën e këtij vakëfi dhe që nuk preket. Apo kjo është e vakëfit edhe mos e prek se ndryshe të gjembelaja, domethënë. Dakord, mund ta shikojmë në një aspekt, domethënë që shikoj se ky ka frikë nga ky, domethënë personi që mund të jetë varros aty, por është edhe aspekti tjetër që lidhet ndoshta me një mësim tjetër që është paq i madh dhe kuptohet dhe Islam që ajo gjë që s'është e jotja nuk e pse merr. Pavarësisht ai ka statusin e vakëfit si pronë. Edhe kur kalonin tokë vakëf, kur kalonin pragun e vakëfit i shkundin këpucët se mos kanë nga frika mos kanë marrë dheje me vete dhe mos ta çojnë në shtëpi. Po jo ndjenja e frikës se kanë frikë personin, siç sepse kjo respekti dhe shenjtëria që mbarta e tokë. Më takon mua, është e gjithë. Pra kjo është për të dalë këtu, domethënë që pra nuk është thjesht një vend i shenjtë, domethënë ku mund të varros një person dhe këta mund ta kenë frikë atë, por është shenjtëria e asaj që i takon, siç tha dhe Bari, takon gjithëve, pra nuk është personale. Dhe këtu në këtë aspekt mund të themi që pra ky është kuptimi real i vakëfit. Pra ajo që ne e thamë dhe më herët, pra një pronë që i shërben të gjithëve. Pra jo vetëm një individi apo pasardhësve të tij. Kështu është edhe çështja e Korçës, domethënë, ose piknisja e qytetit Korçës. Natyrisht që këtu ka një, si më thënë, diskutim. Se kuptohet historia, duhet ta themi edhe këtë pjesë, domethënë, historia është një nga shkencat ndoshta më të keq përdorura nga politika dhe regjimit totalitare kryesisht. Po pa diskutim, aty jo vetëm historia, po janë pothuajse të masakruara të gjitha, të gjitha fushat e studimit se i nënshtrohen vetëm interpretimit zyrtar politik të ideologjisë, por them që historia si disiplinë dhe në vende të tjera gjithmonë është një që është përpjekur të përdoret në favor ose në funksion të interesave të politikës që ka drejtimin dhe fuqinë politike e ekonomike në një shtet. Prandaj edhe ndonjëherë bëhet pak problem diskutimi i çështjeve dhe me objektivitet flas, kuptohet. Kur vjen çështja tek aspekte historike të zhvillimit të një qyteti apo edhe të një vendi apo edhe të një shteti. Sepse studiuesit normalisht që shpesh pozicionohen ande nga u anon peshorja, domethënë, e tyre. Dhe përpiqen që, si më thënë, meritat e zhvillimit apo të ecurisë mirë të një gjëje t'i kalojnë si element kontributi të asaj që ata mendojnë se të anës që ata i përkasin. Tani, përsa i takon kësaj pjese, pra objektiviteti. Ajo çfarë duhet sërish ta theksoj këtu është që jemi në një moment që normalisht pas rënjes, po themi, të regjimit komunist në Shqipëri, megjithëse edhe këtu është temë tjetër, po s'është pjesë e jona ra apo s'ra. Po, ra i gjithë apo uzbeka që ndohet. Po podcast moshta besoj që po. Pra, mas rënjes, po e them kështu, të regjimit komunist, kuptohet që u hapën hapësirat e reja dhe dritaret e reja dhe të prurjes së informacionit historik. Mundësitë të reja për të përkthyer dokumentacionin historik ose për të parë ato burime që deri dje ishin për 4-5 veta. Dhe pjesa tjetër s'kishte fare akses për t'i parë. Dhe detyrimisht që dhe informacioni tek njerëzit ishte i mjegulluar ose ishte si mas gojdhënave, domethënë që kemi dëgjuar nga plejt që është kështu dhe mirë, po historia duhet të theksojmë që përtej dëshmive individuale, nuk është një shkencë që mund ta bazojmë normalisht që nuk hyn nga shkencat eksakte, pa diskutim, por se nuk është një hapësirë që ne mund ta bazojmë vetëm në atë çfarë ka thënë kështu, ka thënë ashtu, e kam dëgjuar nga filan fisteku këtu atje me radhë. Okej, në rregull, ato mund të jenë diçka që mund ta marrë indicje, mund të marrësh një indicje për të nisë një ulum për të vërtetuar diçka që ajo qëndron apo jo. Apo s'është kështu. E qartë. E para ose si diçka plotësuese që vjen kur ka një përputhje të asaj thot populli me dokumentacionin historik dhe vjen si plotësimi i asaj që
e vërtet domethënë që ja ku është dokument historik që ka ndodhur kështu dhe e plotson kjo pjesa tjetër. Kështu që për këto ngjarje që shkojnë pak në thellësi të kohës, normalisht që do ketë dhe diskutime. Patjetër. Edhe sepse tek e fundit ne po debatojmë dhe për ngjarje që mund të kenë ndodhur para dhe që ndodhen edhe tani 60 apo 70 apo dhe tani momentalisht për këto debatohet për arsye të informacionit që vjen histori me porosi pastaj. E kuptova. Kështu që ka diskutime dhe tani që janë të gjitha me vulë, me firmë, me emër, mbi emër dhe kur vjen fundi interpretimi interpretime. Dhe duhet ta pranojmë këtë vështirësi domethënë të asaj kohe. Megjithatë, po të kthehemi pas në kohë dhe të referohemi disa autorëve, domethënë si ka nisë, se këtu është çështja domethënë si nisi qyteti i Korçës. Pra është një qytet që u gjet si i tillë, domethënë dhe më pas ajo zhvillua dhe filloi po pas në atyre themeleve që kanë qenë, apo domethënë piknisja e qytetit është pikërisht aty në vakëfin e lënë nga Ilyas Bej Mirahori, pra me xhamin që mban emrin e tij. Dhe me gjithë pjesën tjetër shoqëruese, pra të kompleksit, të pazarit, të imaretit, domethënë dhe të shkollës që ka pas në atë kohë, domethënë. Medreseja Mejtebi. Pra, kështu që a është kjo, domethënë ka gjetë diçka, domethënë. A kjo është zanafilla apo ka diçka tjetër? Si zanafilla këtu. Tani, diskutimet historike që ose nga burimet të ndryshme, domethënë të informacionit, për shembull mund përmendim ka një lloj dokumenti i cili lidhet me pjesën e testamentit të Gjon Muzakës që i lë fëmijëve të tij dhe ku përmendet Korça, domethënë si zonë, ose si pjesë e pronës së Muzakajve, domethënë. Përmendet Korça. Dhe ata e bazojnë këtu, domethënë, pjesa që mendon se qyteti ishte më përpara se të vinte për shembull Ilyas Bej Mirahori dhe të ngrinte xhamin, domethënë. Dhe e bazojnë këtu që Korça ka qenë, domethënë. Mirë po, nuk ka një të dhënë specifike, për shembull që të kemi një tjetërsim të themelit fillestar të qytetit. Megjithse ka një diskutim për emërtimin e një fshati, domethënë aty në fushën e Korçës. Pra është fshati e Peskëpi që përmendet. Peskëpi. Po, dhe tashti janë dy shpjegime. Disa autorë thonë Peskëpi do thotë pesë skëpi, pra pesë shtëpi, që nuk kupton se aty ka qenë një vend banim shumë modest fare, domethënë me pesë shtëpi, domethënë. Dhe ka që, dhe një fshat i cili normalisht është identifikuar si gjurmë sot i vendbanimi, por që qyteti nuk u zhvillua, domethënë kjo bëhet më vonë pjesë e qytetit. Pra Peskëpia ishte jashtë zhvillimit që mori domethënë me ardhjen e Ilyas Bej Mirahori. Pas ndërtimit të vakëfit, do të ky dimension. Fshati ishte pa diskutim, por prona vakëf, xhamia dhe gjithë kompleksi që tham ishin jo në pronë të këtij fshati. Fshati më vonë bëhet i bashkohet qytetit më vonë. Ndërsa ka një pjesë tjetër që këtë Peskëpi e kanë interpretuar dhe e shkruajnë, domethënë e përkthejnë Peskopje, duke dashur të dhënë. Ta bëjnë tip qendre tani. Peshkop, Peshkopal, sikur këtu ka pas ta kthejnë në qendër. Po, sikur ka pas një qendër Peshkopale, domethënë, e cila me vendosin në Ilyas Bej Mirahori të tjetërsohet. Për shembull, një diskutim. Tjetër gjë, domethënë që diskutohet është, tashti nëse ka pas një qytet, siç përmendet, atëherë sepse bazohen në një dokument tjetër që është kodikuj i Selasforit, është një fshat Zvezd afër Korçës, dhe dikur është quajtur Selasfort. Dhe këtu përmendet, domethënë, një fortifikim. Mirë po përmendet me emrin Emperor. Emperor do thotë fortesë, domethënë, në gjuhën greke. Dhe këtu i referojnë fshatit Mborje. Mborja është e vendosur në rrezë të Moravës, mbi kodrën e qytetit të Korçës. Pra është pjesa e qytetit e fushës dhe kodra dhe pastaj vjen fshati Mborje. Dhe mendojnë që pra ky qytet që përmendet
edhe në të Gjon Muzakës si fortesë, i referohet Kalas që ka qenë në zonën kodrinore të qytetit. Pra ka pas një fortesë dhe logjikisht aso kohë fortesat përgjithsisht gjatë mesjetës janë ndërtuar nëpër zona kodrinore. Kodrinore, patjetër. Ose zona të mbrojtura. Arsye terrenin mbrojtur, patjetër. Natyrore, pra nuk ka pas fortesa në terrene fushore. Dhe kështu që i referohen kësaj. Megjithëse nuk ka ende një identifikim të saktë për këtë pjesë, domethënë që të jenë zbuluar qoftë edhe muret e Kalas apo dhe themelet e Kalas, atëherë sërish mbetemi pra në këtë kuadër që mendohet që ka pas një kala në këtë zonë këtu. Dhe gjatë kohës së Sultan Mehmetit të dytë është ndërtuar dhe një xhami në zonën e Mborjes, kur kishte pastaj dhe prezencë të familjeve të krishtera. Dhe është logjik, se fortesa kalon në sundimin osman dhe në fortesë me zgjidhje, në xhami. Dhe ndërtohet aty, por në fshatin Mborje. Ndërkohë që jo në qendër qytetit, se kjo është jemi, domethënë. Dhe është interesante edhe një anë tjetër që po e përmendim me që ishim ke Mborja, që këtu kemi edhe një sot është monument kulture, kisha Aristozit në Mborje, sepse është i përzierë, domethënë ka pas përzierje mes muslimanëve të krishterëve në atë kohë. Kisha Aristozit që është e 1389-s. Pra dhe vazhdon të ruhet dhe sot e kësaj dite. Sepse do ta përmendim pak më poshtë pjesën e titërsimit ashtu të monumenteve. Nëse do të ekzistonte logjika e titërsimit, atëherë nuk do ta kishin shehur ose do ta kishin titërsuar. Ky është një diskutim domethënë mbi vendin e origjinës. Pra kjo fortesë që përmendet është në Mborje apo është pra në zonën kodrinore apo në pjesën fushore aty ku është fshati Peskopi ose Peskopje që duan pra e kanë përkthyer. Që bëjnë lidhjen po. Dani, pjesa ajo që vren për shembull, prandaj lidha dhe përmenda edhe pjesën e studiusit Hasan Kaleshi, por që ajo çfarë është interesante është që dhe duhet ta kemi parasysh këtë gjë që nëse ka ndodhur një titërsim ka ndodhur, se tash nuk është patjetër. Ta mohojmë, nëse e dokumentohet, qoftë me dokumente arkivore të kohës osmane, apo qoftë edhe me dëshmi, domethënë të gërmimeve që mund të jenë bërë dhe mund të jenë zbuluar për shembull themele, rënoja dhe të provohet që realisht është kështu. Pra, në këtë pjesë ka një diskutim, domethënë që nuk është gjetur deri të paktën domethënë nga dokumentat që ndoshta edhe mund të ketë dokumenta që s'janë përkthyer, po në ato që janë përkthyer, osmanët nuk e kanë pas problem të pjesë që ta pranojnë në rastet kur një kish mund të jetë blerë, mund të jetë marrë dhe mund të jetë kthyer në xhami, sepse ata përmendin një rast ku Ilyas Bej Mirauri, një kish në lagjen Jedikule të Stambollit e ka kthyer në xhami dhe sot ka edhe emrin e tij. Xhami Ilyas Bej. Apo jo. Po. Pra, është e pranuar ajo. Po. Dhe nuk kanë ndonjë kompleks për të thënë që ora e mori, e bleu dhe e tjetërsoi e bëri domethënë nga kishe këtu në xhami. Siç mund të ndodhë sot për shembull që një objekt kulti që s'përdoret. Të paktën në perëndim kjo është fakt. Këtë që sot në perëndim, pra kam vetë dëshmi të shqiptarëve në Gjermani që kisha kishte dalë në shitje dhe madje edhe vetë ai priftja se kishte ishte më i kënaqur që po bëj objekt kulti se mund bëje në supermarkete, në kantinë, në kabare mund bëje diçka. Thotë jam shumë i lumtur ta marrin disa që mos dalin nga funksioni. Ta bëjnë objekt kulti, sa të ma ktheni një gjë që mund mprish komplet imazhin e kësaj. Kështu që kjo është domethënë një aspekt që në dokumentacionin osman nuk kemi diçka domethënë që Po është edhe diçka që duhet pranojmë se kur kanë ardhur osmanët këtu kanë gjetë njerëz. Absolutisht që ka pas fshatra, ka pas fortesa, ka pas... Mi po të njëjtën kohë duhet pranojmë se qytetet e mëdha, paktën prej shekullit 7 nuk ekzistojnë më. Me evazionin slav, hapësirën shqiptare nuk ekzistojnë më. Kemi qytetet mbyllura, Kalas, Berati, Shkodra. Kemi edhe kështjella, fortesat, që rasti që përmendet jetë Kalan Emperor. Siç ka qenë edhe Tirana, nëse do të referohemi Tiranës, pra në zonat kodrinore rreth Tiranës kemi 5-6 kështjella. Pra kemi Ndroqin, kemi Petrelin, kemi është Kruja, pra kemi po këto me vendosjen e sundimit osman, këto fortesa ushtarake e humbin rolin ushtarak. Edhe lindin qytetet në zonat fushore. Pra i njëjti produkt siç ka ardhur Tirana, është edhe Korça, po normalisht kuptohet shumë më herët. Po, kështu që domethënë kthimi Ilyas Bej Miraurit në Korçë
normalisht pas shërbimeve. Pensionimit. Po, në kohën e pensionit, për shkak pensionit, domethënë, në Korçë lidhet edhe pikërisht me këtë aspekt. Pra, tokat e tij, të cilat normalisht ne dim që në kohën e Prandëris Osmane, pronari i kryesori i tokës ishte sultani. Dhe me ferman të tij, domethënë, ju dha hapësira jo vetëm e Korçës, por edhe e fshatrave që sot quhen zona e vakëfeve në Korçë, domethënë, që janë disa fshatra siç është Panariti, për shembull, nga është dhe me origjinë vet Ilyas Bej Mirahori, Rehove Vitkuqit. Pra njihen si fshatra vakëf. Po, pjesë e vakëfit, trashëgimnis. Katundi, Trebicka, domethënë janë një zonë domethënë aty që njihen si edhe sot emërtohen zona e vakëfeve në Korçë. Ka bërë një ulëmtim, është studiosi Petrit Zeneli, më duket, mos gaboj emrin, që ka bërë që vjen nga ajo zonë, domethënë, dhe është marrë me studimin e kësaj pjese, domethënë, të statusit të kësaj zone si zonë vakëf. Dhe ku përfshihet pastaj edhe pjesa e fushës së Korçës, pra me statusin e vakëfit. Normalisht e dim që në momentin që një pronë merr statusin vakëf, ajo çlirohet nga detyrimet ose nga taksat, sepse është që i shërben të mirës publike. Të publike. Dhe rrjedhimisht duke i shërbuar publike çlirohet edhe nga taksat. Një dimension tjetër kjo humani i asaj që ne e përmendëm, apo jo? E këtij civilizimi. Shteti, pra i këtij qytetërimi, shteti duke parë përfitimin që ka bashkësia e njerëzve nga statusi i këtyre pronave, ju a heq detyrimin fiskal ndaj tij. Pra i çliron nga një barrë tjetër, sepse përndryshe ajo nuk mund ta luajë dot rolin, domethënë ose qëllimin për cilën jepet. Nëse do të kemi barrë fiskale, atëherë do të jetë e vështirë, domethënë që do të shih borxhet, detyrimin, pra shteti bën një tolerim këtu, domethënë, sepse e percepton që atë shërbim që do ta kryente shteti, do ta kryej kjo vakëf, domethënë kjo lloj prone. Kështu që Sami Frashi për shembull në librin veprën e tij madhore Kamu Salame përmend që ai përmend që ka ekzistuar një manastir i vogël jashtë fshatit Peskëpi, domethënë. Dhe ai thotë që Ilyas Bej Mirahori e ka blerë këtë manastir nga banorët e atjeshëm dhe në vend të tij, domethënë pasi e ka blerë, e ka prishur atë manastirin dhe e ka ndërtuar xhamin, domethënë. Kurse Thimi Mitko, që ka qenë një tjetër studius shqiptar i kolonisë shqiptare të Egjiptit, që ka jetuar me origjinë nga Korça, ai përmend që domethënë Ilyas Bej Mirahori e ka ndërtuar domethënë xhamin në themelët e kishës Shën e Premte. Edhe disa studius sot mendojnë që xhamia është ndërtuar mbi themelët e kishës Shën e Premte. Megjithatë, kur janë bërë këto zhvendosjet e varreve që kanë qenë përreth oborit të xhamisë, sepse pjesëtarët e familjes personit që lindte vakëfin varroseshin në vakëfin e tyre. Në vakëfin e tyre. Siç është këtë Hembeu me radhëm. Po, domethënë nuk kanë gjetë domethënë rënoja apo mbetje të një kishe të madhe apo të një qendër peshkopale. Pra, sepse në momentin që ka një qendër të madhe peshkopale, kuptohet. Nuk është thjesht një objekt i vogël. Patjetër. Ai është e vogël në raport me çfarë mund mendohet. Është e vogël në raport me një qendër për shembull peshkopale, nëse do ishte një qendër e madhe peshkopale. Do të kemi parasysh edhe diçka, se duke i shkputur nga konteksti historik kur kanë ndodhur gjërat, na sillin, vinë edhe keq kuptimet. Po të shohësh në gjithë qytetërimin islam, në periudhën osmane është e theksuar kjo, ku ndërtohet ose mos kur themelohet një vakëf, gjithmonë vërehet një zonë pa me perspektivë, po që është bosh. Pra, edhe në Stamboll, për shembull, po të referohem, xhamia Fatih, pra e Mehmet Fatihut, vakëfi më i madh që ekziston, mund të themi sot në Stamboll, ka qenë bosh, ka qenë hapësirë boshe. Pra, është pastruar, janë prej ferrët, janë shkullur pemët, edhe është ndërtuar vakëfi i Mehmet Fatihut. Aty ku është ndërtuar Sulejmania, për shembull, ka qenë një hapësirë boshe. Pse koncepti ka qenë kjo, ihyaul ard ose imaratul ard, pra duke i referuar ringjallja e tokës vdekur. Zhvillimi i tokës. Edhe me këtë logjik, pra nuk do të thotë që aty nuk mund të ketë pas njerëz apo nuk ka pas fshat apo nuk ka pas vendbanim.
Po nuk mund të pranosh kurrë që xhamia u ndërtuar duke rënuar diçka ekzistenciale dhe duke ndërtuar xhamin. Gjithmonë vakëfi është natyra e vakëfit është e natyra e tillë. vakëfit është për ta zhvilluar një zonë që nuk është zhvilluar, por për t'i dhënë një jetë, një zonë të vdekur. Kjo është ajo filozofia e saj. Pasi çka ndodh me shumicën e qyteteve të paktën këtu në Ballkan. Po, kjo është edhe ajo që përmendi dhe Vladimiri përpara që zhvillimi i qyteteve në periudhën osmane gjithmonë është i lidhur me ndërtimin në qendër të tij të një të xhamisë. Pra, po kjo xhamia këtu vjen kur është bosh, edhe rreth xhamisë pastaj zhvillohet. Do ndërtoj gjithë qytetin. Pikërisht, pra duke u ndërtuar xhamia, duke u ndërtuar kompleksi rreth saj, atëherë këtu krijohet bërthama e parë e zhvillimit të ardhshëm. Dhe po të shohim në të gjitha, domethënë kjo është tipike e urbanizimit në qytetet islame. Të gjithë hapësirës së qytetërimit islam, domethënë, edhe nga ana gjeografike po dhe kohore. Pra çdo zhvillim sillet rreth xhamisë. Xhamia në qendër. Dhe çdo lagje e re, domethënë siç e përmendi dhe Behari, krijon xhamin, pastaj vazhdon. Pra nuk është se vazhdon zgjerohet, jo. Nëse ka një zhvillim të ri, do ndërtohet një objekti i kultit, pasandaj do ketë zgjerimin e mëtejshëm. Vendosjen e banorëve. Pra, xhamia, tregu, mensa për të varfrit, shkolla, hamami, domethënë, por këto janë element esencial të jetës urbane. Po. Të jetës komunitare, të jetës në bashkësi. Dhe normalisht ne nuk po themi që ajo si hapësirë gjeografike u zhvillua nga hiçi ose edhe vetëm kur erdhi Ilyas Bej Mirahuri, sepse mori jetë. Por duhet të themi që ajo që përmendi dhe Bari që Osmanët kur erdhën gjetën njerëz. Në fundit dhe ky që e zhvilloi këtë qytet shqiptar ishte. Po. Pra që të mos dalim në diskutime të tjera pastaj domethënë vërtet. Të aspektit domethënë të ndrimit të kalimit në islam, të ndrimit të fesë, domethënë edhe ishin apo ishin shqiptarët apo ishin të ardhur të sjellë të tjera me radhë. Të paktën dokumenti e thotë, ishte edhe pranohet historikisht që është nga fshati Panarit. Dhe duke qenë domethënë madje domethënë është i besimit ortodoks. Dhe përmes sistemit të devshirmes, domethënë kaloi në islam. Është tjetër gjë pasaj se njerëzit i marrin në ditët e sotme gjykojnë të kaluarën një problem tjetër. Me pikpamjen e sotme vetëm. Me sotme gjykojnë të kaluarën dhe thonë po çka ka bërë ky për vendin e tij. Po. Çka ka bërë ky për Shqipërinë? Ka ndërtuar një qytet? Dhe pikpamja ka qenë komplet ndryshe, vërtet. Ka ndërtuar një qytet. Vërtet. Edhe është edhe interesant fakti me që këtë mund ta thush për Eli Pashën më shumë se sa për këtë. Jemi te figura e Ilyas Bejut. Në periudhën e komunizmit është përdorur shumë kjo, ndoshta për ta zvogluar dimensionin e figurës, thon kryestallieri i sultanit. Se po ta marrësh Mirahër, Emirul Ahër, pra kryestallier po ta përkthesh fjalë për fjalë. Mi po do të kem parasysh ky ishte një kohësir dhëndër i sultanit. Sultan Bayezidi II e kishte martuar me vajzë. Pra kryestallierit vajzën. Nati i tij ishte sultan më vonë, Sultan Selimi i parë. Pra mund të marri vajza e sultanit një kryestallier. Ja vërtet. Atëherë të kthehemi në kohën. Kryestallieri është njëjtë, po themi si personi që është shefi i protokollit një presidenti apo një kryetar i shtetit sot. Pra ai nuk mund të lëviz pa koordinimin me këtë. Po thon ndryshe sultani kishte besuar jetën atij. Pra për të kthyr tek dimensioni i figurës së tij. Tjetra, Ilyas Bej Mirahuri ai ka qenë dhe kujdestari i personal, pra siç kanë pas tradita që kalifët apo sultanët që kishin një mësues personal, kujdestar personal për fëmijën e tyre, ai ka qenë kujdestar i tre sultanëve. Edhe që është më e rëndësishme, Ilyas Bej Mirahuri ka pas prona pafund në të gjithë perandorinë. Pas statusi që kishte, ja jepte. Pa ky përmendet xhamia e Ilyas Bej Mirahurit edhe sot e kësaj dite ekziston në Stamboll. Ka pas prona, ka pas vakëfe, ka pas pasuri pafund. Ilyas Bej Mirahuri kur doli te kaut që e quajnë ato pensionim që do ta përkthejmë sot, ai zgjodhi Korçën. Pra nuk preferoi të rrinë në Stamboll apo një qytet tjetër. Që kishte komplet civilizim më përpara ose Selaniku nuk e diun më radhë. Ai zgjodhi Korçën. Jo të ketë pensionin e vet në ndonjë nga ato pasuritë e tij. Me pensione. Saktë. Ai zgjodhi Korçën. Prandaj shkputja nga dimensioni, pra gjykimi me realitetin e sotëm, pastaj bën të sjellësh edhe tjetërsimin apo kalosh edhe pastaj në komentime qesharake. Pra pikërisht, sido që të jetë, domethënë kjo çështja e diskutimit, domethënë të origjinës ose të themelit fillestar, që është një
mendoj ndoshta ndonjëherë në një diskutim që më shumë është diskutim mbi çështje egoizmi, se sa diskutim historik. Ajo që merr vlerë dhe është realisht historike dhe e rëndësishme është që ky qytet që është sot Korça është zhvilluar rreth këtij vakëfi. E qartë. Pra dhe i herë elementi shpirtëror është baza e kësaj materiale. Dhe mbi të gjitha është dhe fakti historik që është ajo që ne e përmendëm që pra Islami nuk është përjashtues. Pra në këtë qytet nuk u zhvillua vetëm elementi mysliman, por historikisht ka qenë në bashkëveprim dhe me elementin ortodoks, e krishterë ortodoks. Pra gjatë gjithë kohës ata kanë bashkëjetuar aty me njëri tjetrin. Dhe atë qytet që është sot, pavarësisht se u zhvillua rreth xhamisë edhe pazarit që ai ndërtoi aty qytet tek e fundit është produkt i bashkëveprimit të këtyre dy komuniteteve. Se në fundit ata kanë qenë njerëz që dhe kanë ardhur nga zonat e tjera, sepse duke ndërtuar një pazar të ri aty, madje në këto dokumentat ka dhe sepse zbeu atë dhe rolin e emborjes. E kalasi. U vendos stabilitetin. Kishin ankesa dhe ndaj sultanit që, domethënë Ilyas Beu, domethënë na e hoq atë statusin që kishim, e ke parasysh, edhe na las kështu si periferik. Dhe kuptohet dhe zhvillimi i qytetit u bë duke pasur dy këto komunitete. Por këta duke ardhur nga zonat e tjera, nga fshatrat e tjerë dhe ndërtuan një jetë të përbashkët. Pavarësisht se aty ka pas edhe një ndarje deri diku të lagjeve, domethënë lagja e të krishterëve dhe lagja e muslimanëve që ndaheshin nga lumi. Po sot lumi është zhvendosur në pjesën e Unazës së Korçës, gjatë kohës së komunizmit. I bezdiste. Po kishte se kjo është element ai që përmend në fillim uji. Po. Pra po të shohësh çdo qytet islam shoqëron se lidhet filozofinë e pastërtisë të ujit, është i domosdoshëm për kishte një ndarje faktikisht gjeografike më shumë. Edhe ku zhvillohet pjesa e krishterë, lagjes së krishterë dhe lagjes muslimane në dy anët e lumit, por njëkohësisht ishin ndërtuar dhe urat mbi këtë lum që bënin të mundur atë që ne thamë, komunikimin, bashkëpunimin. Pra, ky qytet sot, pavarësisht diskutimit që bëjnë, pra është apo jo mbi themelet e kishës Shënë Premte, apo ka qenë qendër peshkopale, apo s'ka qenë, dhe siç e thash më shumë është kjo pjesa e biles studiusi Piro Thomo ka bërë një libër mbi Korçën dhe arkitekturën dhe urbanistikën. Dhe ai këtë përmend që si mas një gojdhënë thotë është ndërtuar mbi themelet e kishës Shënë Premte. Pra është ajo që ne thamë që historia është me dokumente historike. Jo me gojdhëna. Pra, gojdhënat e popullit, interpretimet e tyre, të dëshirave, folklori këto, domethënë, nëse nuk përkojnë me dokumentat historik, nuk mund të merren fort për bazë. Element ndihmës mund të ilustrosh me të. Por dhe ai thotë këto domethënë si mas një gojdhëne. Ashtu unë nuk dua të shkoj më tej për të thënë atë që thotë ai Hasan Kaleshi në librin e tij, domethënë, megjithëse ai e përmend për pjesën e Kosovës dhe Shqipërisë, nuk mund ta them që dhe ata që e thon këtë janë pjesë e kësaj logjike të menduari, por ai përmend që në pjesën e Kosovës dhe Maqedonisë Veriut është logjika të menduarit mendimit historik serb është që për çdo xhami të ndërtuar në territorin e Kosovës apo Maqedonisë Veriut ka gjithmonë themelet e një kishe. Pra e kanë fiksuar domethënë si mendim. Tash do gjejmë argumenta se s'bën. Edhe pastaj duhet të gjejmë argumenta se s'bën. Masën e njerëzve me këtë pjesë edhe po spati naf patjetër ka bërë përmirësor. Sigurisht. Dhe kështu që ndërkohë që me ato të dhëna historike që ai sjell nxjerr dhe vërteton ose fakton të kundërtën. Pra kjo është dokumenti historik. Çfarë na thot? Dhe pastaj fjalët e njërit apo të tjetrit mendoj që nuk është se marrin ndonjë peshë të caktuar përballë fakteve historike. Ne thamë atë që sido që të jetë, fakti është ky. Qyteti merr jetë dhe zhvillohet mbi themelimin e vakëfit të Ilyas Bej Mirahorit. Allahu më shëroft. Amin. Dhe masandaj kuptohet me vakëf në amen që marrin familja e tij me atë statusin e administrimit të vakëfit, që vazhdon deri në periudhën e mbretit Zog.
Deri në vitin 60 kam dëgjuar që ka ekzistuar Meteveliu i fundit. Po, ka ekzistuar, po me mbretin Zog U kriju institucioni i vakëfeve. Pra, ju hoq statusi i pronës vakëf. Kjo ishte goditja e parë, domethënë, që morën këta, domethënë, familja e Ilyas Bemiramit. Ilyas Beyit, po. Pra nga administrimi. Dhe me çfarë statusi u përdor? Ju njës thjesht si status honorific, domethënë atyre, që jeni vërtet trashëgimtar, por kjo kalon në pronë, domethënë, shtetërore, pronë publike në interes të zhvillimit, domethënë, të shtetit. Kjo është, pastaj komunizëm dihet si Edhe interesant është se këto familje të mëdha që kanë pas trashëgimni vakëfshëve të mëdha, kanë pas rregull mashkulli më i madh i familjes, pra që po përgatitesh që të ishte Meteveliu, administratori etj. Ka qenë shkollë, ka pas një filozofi funksionimi të jashtëzakonshme. Po, dhe nga ky qytet pastaj që u themeluan mbi këtë bazë, qyteti zgjerohet, zhvillohet, dalin pastaj një plejade të emrash të njohur, të mëdhenj, domethënë, qoftë nga pjesa muslimane, po qoftë edhe nga pjesa e komunitetit krishterë ortodoks, po nga pjesa domethënë muslimane, siç e dim, është tjetër një personalitet tjetër Koçibeu. Është Mehmet Pasha, Mehmet Ali Pasha i Egjiptit, po. Kjo është edhe arsye e prezencës madhe të kolonisë Korçës shqiptare me origjinë nga Korça. Domethënë Korçë. Pasandaj kemi dhe tjetër figurë të njohur Hafiz Ali Korçën. Po përmendim këta më të njohur. Është vërtet që Korça ka qenë djep i qytetërimit islam, dhe ka pas një rrezatim të jashtëzakonshëm dhe ne sot e kemi shumë të vështirë ta perceptojmë. Po vendosja e kufirit, pra shkputja e Ohrit e Strugës, se ndikimi i Korçës, sidomos tek dietarët dhe mendimtarët, ka qenë deri në manastir. Pra ka pas një rrezatim të jashtëzakonshëm si qendër e dijes e figurave, po të shohësh edhe numri i dietarëve hoxhallarëve që kanë dalë. Pra Hafiz Ali Korça është më i vogli dhe më i fundit prej tyre. Po imagjino se kanë qenë hoxhallarë, profesorët e vetë me radhë dora presa. Apo tjetër. Po kjo është që për fat të keq është zbe dhe sot ne kemi shumë të vështirë ta perceptojmë. Pra funksionalitetin apo rolin që ka pas Korça, dimensionin që ka pas në atë kohë. Profesor Nureddin Nazarku, faleminderit. Ne kemi bërë bisede më të gjatë, që ta dish thjesht për më të gjatën bashkë. Kështu që ishte shumë kënaqësi dhe unë falenderoj që na solle jo vetëm për Korçën, por edhe për këtë frymë të besimit që ne duhet jemi koshient dhe të vëmendshëm. Për t'ju bashkangjitur në këtë Ramazan, them unë, ajeti i Zotit që agjërimi është bërë obligim për ju, po edhe për popujt para jush. Në kuptimin edhe esencial, edhe brezat para jush, mirë është t'i shikoni dhe t'i kujtoni dhe t'i hulumtoni pak. Të kuptoni gjurmët e tyre dhe madhështinë e besimit që ka reflektuar ato. Të jam mirënjohur dhe shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju për ftesën dhe në funksion të asaj që ju thatë është dhe ajeti tjetër kuranor që me të vërtet në historitë e popujve që kanë kaluar përpara jush gjendet mësime për ata që janë të zotët e mendjes. Vërtet. Pra duke na ftuar në hulumtim dhe studim, edhe të atyre që kanë qenë parë, edhe të atyre që do vinë më pas, pra dhe të tjerëve që të mos krijojmë atë përjashtimin dhe të themi që historia fillon dhe mbaron me ne. Po, e vërtet. Mos bëhemi kaq të ngushtë në pikpamje moderne, vërtet. Më shumë faleminderit. Për mua ishte kënaqësi, realisht un kam shënuar disa nën tema këtu që meritojnë podcastën vetë. Edhe kjo besoj që tjetër dhe më shumë kënaqësi. Piknisje shumë e mirë. A vjen profesori tek ne, a shkojmë në Korçë ta realizojmë edhe atje, ose në Pogrades, gjejmë pamje nga liçeni. Edhe hesh të kënaqësi. Patjetër, këto janë gjëra që i zgjidhim. Profesor, faleminderit. Zoti shpërblet. Amin. Të nderuar vëllezër dhe motra, ne mbyllim të pjesë të kësaj dite, duke falendruar shumë profesor Nureddin Nazarkun dhe vllain tonë Bahar Kaçelin. Unë ju uroj agjërim të mbarë dhe lut Zotin e gjithësisë të jenë veprat pranuara deri në takimin tjetër. Bashkërisht, selam aleikum warahmatullahi wabarakatuh.